Në diskutime sipër me disa miq, po trajtonim çështjen që pse po shpopullohet në masë rrethi i librarit. Fshatrat po se po, por edhe dy qytetet, Presi dhe Librari. Ky është një vend i vjedhur, sot e 36 vjet. Vjedhja dihet që është krim, por në fakt ajo është një tradhti ndaj njeriut. Është shkelje me të dyja këmbët e dinjitetit njerëzor. Pushtetarët që ndronin 1, 2, 3, 4 vite në karrige, ishin më fal për shprehjen pa kanatiere e më pas me para me shtëpia pa fund. Se si ishin, pat sopën e bukës në magje e më pas e shkelmojnë me këmbata. Prandaj të dashur vëllezër motra, që mos vazhdoj akoma të shkelet dinjiteti i gjithë secilit për jush, duhet bëhemi gjithë bashk dhe të korruptuarit t'i shporrim herë për gjithmonë. Dhe t'i japim hapësirë dhe dritë intelektualit, profesionistit, njerëzve të lirë, ata që e duan trashëgimnin e të parëve të tyre dhe t'i japin dritë dhe liri mendësisë. Atëherë jam i bindur që çdo para që është akumuluar nga të rritet të reja që janë larguar prej këtush, të kthehen, të investojnë dhe të progresojnë jetën këtu. Mos hezitoni, bëuni bashk të tejkalojmë këtë ngërç 36 vjeçar. Mos hezitoni të ndërshkoni të gjithë ata që ju kanë futur duart në xhepa. Mos hezitoni të ndërshkojmë këtë politikë të mbrapsht që ka themeluar oligarkinë kriminale. Mos hezitoni që të jepni goditjen e merituar atyre që u kanë hequr lirinë dhe të ardhmen fëmijëve tuaj. Çdo stagnacion joni i le ata të livadhisin, i le ata të ligjërojnë pronat e tyre, i le ata gjas me pushtet dhe opozit, në fakt ata janë një. Marrëveshje kur u duhet për pasuritë kombëtare i realizojnë. Bashkëqytetarë, thritini mendjes, bëhuni të fortë, bashkohuni rreth ideve, rreth vizioneve. Largoni nga vetja juaj kultin e individit. Përqafoni idet, i zbatoni ato, në shërbim të ardhmes tuaj, të fëmijëve tuaj, që ata të kenë jetën këtu dhe jo të marrin çantat dhe vetëm largohu. E më pas, fëmijët e këtyre pseudo-politikanëve, e këtyre hajdutëve, thoni kemi transferuar lekët me bank, pranaj kemi bler këtu e kemi bler atje. Po ku i gjetën që i futën bank? E po një shoqëri që nuk zgjohet kundër hajdutëve, është bashkëfajtore në kurrizë dhe shpinë për degradimin e vetë kësaj shoqërie. Në vitet 80-90 ishte edhe Italia që kishte të njëjtat probleme nga oligarkia, nga mafia. Por prokuroria, ashtu siç është Spaku sot, u ngrit në lartësinë e detyrës dhe pati një mbështetje të jashtëzakonshme popullore. Prandaj ata arritën që të shpërbëjnë elitat politike të korruptuara, prandaj bashkohuni fort rreth Spakut.